Llojet e rrenës. Llojet e rrenës, o vëllezër të dëshëm, janë 3. E para është dhe më e rrezikshmja është që ti me i qit iftira me rrenë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është rreziki më i madh. Dhe është ky krimi më i madh. Njësoj si mi bo shirk Allahut subhanahu wa taala. Me nxerr në dinin e Allahut diçka që s'ka thonë Allahu. Kjo është rrenë. Do thot i qet iftira Allahut subhanahu wa taala. Apo me dhon ndaj fetva e cila nuk ka bazë dinin e Allahut. Për shembull, që cekëm më herët, fetfaja e kamatës. Ban me marr kamat, ban me blej shtëpi me kredit, ban me bo... Kjo fetfa s'ka bazë kërkun dinin e Allahut subhanahu wa taala. Ndash e dhave, ndash e more, barabart. Kjo është iftira që i qetë kujt Allahut subhanahu wa taala. Allah thot Kur'an, innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Me siguri thot që ato të cilët trillojnë gënjeshtra rrena ndaj Allahut subhanahu wa taala, ato nuk do të shpëtojnë. Rrena më e madhe kush është? E para është që ti i jep dhe rren dhe jep fetfa apo qët diçka në fejnë Allah që se ka zbrit Allah subhanahu wa ta'ala.